Vllau Nehat Hajrizi thot: Assalamu alaikum, vllai dashur musliman, e kam një pyetje, se kam lexuar edhe hadithe po për me vërtetu, cila o ma sakt. Desha me ditë prej teje një pyetje. Kur fale me imam për shembull, fazën e drekës, a më lejohet me këndu edhe El Fatihën edhe një sure, apo mjafton imami që e thot Allahu i shpërbleft. Edhe ty Allahu i shpërbleft, dhe themi aleikum selam fillimisht pasi që ka bën selam. Allahu i shpërbleft edhe ty për këtë pyetje, dhe në lidhje me pyetjen tënde them kështu. Sa për këtë këndimit të surës El Fatiha, në lidhje me këtë kanë hadithe të ndryshme, sikur që edhe vetë e ke përmendur. Dhe të gjitha këto janë hadithe të sakta, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej këtyre: Men lam yaqra bi Fatihatil Kitab fa salatuhu batila. Kush nuk e lexon surën Fatiha, namazi i tij është i pavlerë. Në një hadith tjetër thot: fa salatuhu khidaj, namazi i tij është i mangët në kuptimin e pranimit. Andaj nga këto hadithe dhe shumë të tjera ne kuptojmë, vëllezër të nderuar, se është obligative të këndohet suraja Fatiha në namaz. Sa i përket këndimit të surës Fatiha kur jemi duke u fal me imam, atëherë në këtë aspekt dietarët kanë disa mospajtime. Disa dietarë mendojnë se nëse imami e këndon surën Fatiha, pavarësisht a në namazet me z apo në ato pa z, me'muni, do të thotë me'mumi, ai që falet pas imamit, është i liruar nga këndimi i surës Fatiha. Ky është një mendim. Mendimi tjetër është që bën dallim, nëse imami e këndon Fatihan me z, atë ne mjaftohemi duke ndëgjuar. Po nëse imami e këndon surën Fatiha pa z, atër edhe ne obligohemi ta këndojmë. Dhe mendimi i tretë bashkon mes të dyjave dhe thot, jemi të obliguar pavarësisht imami e këndon Fatihan me z apo e këndon pa z, jemi të obliguar ta këndojmë surën Fatiha. Këto janë mendimet e përgjithshme që janë prezantuar gjatë trajtimit të kësaj teme. Ajo çfarë mendoj, Allahu e din më së miri, është se mendimi i dytë është më i saktë. Do të thotë obligohemi ta këndojmë surën Fatiha në ato namaze kur imami këndon pa z. Andaj imami e këndon Fatihan për veten e tij dhe ne e këndojmë për veten tonë. Ndërsa nëse imami këndon Fatihan me z, atëherë jemi të obliguar ta ndëgjojmë duke respektuar kështu urdhën e Allahu xhallahu ala që thot në Kur'an: wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u wa ansitu lahu. Kur të lexohet Kur'ani, atëherë ndëgjeni dhe heshni para leximit të Kur'anit. Ulemat thonë se ky ajet ka zbrit për leximin e Kur'anit gjatë namazit. Andaj, si përfundim, mund të them se duhet të lexohet sura Fatiha në namazet që i këndojmë pa z. Ndërsa në namazet që këndohen me z, nuk duhet që t'i përzihemi imamit në lexim, por duhet që të ndëgjojmë leximin e imamit. Allahu din më së miri.